نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Allahun falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, njeriu këtë botë, këtë dunja, mundohet, angazhohet, preokupohet, bën çmos ditën dhe natën të arrijë të posedon diçka. Mi po parashtrohet pyetja, a thu vallë, ne jemi pronarë të real dhe të vërtet? Apo mos vallat që kemi në pronë, në realitet e kemi emanet, që ne ka dhënë dikush dhe të cilin emanet duhet me e kthy një ditë prej ditëve. Një prej emrave të bukura të Allahut është edhe emri i tij El-Warith, që nuk kupton se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili do të trashëgon çdo gjë. Do të shkatërrohet çdo kush dhe do të mbet vetëm Allahu i cili do të trashëgon çdo gjë, sepse Allahu është pronari real. Sepse çdo gjë do të zhduket, do të përfundon, do të shuhet, dhe se para ringjalljes Allahu subhanahu wa ta'ala do të thotë limenil mulku al-yawm. E kujt është pushteti ose i kujt është sundimi sot? S'ka me pas mundsi askush më përgjigj, sepse vetëm Allahu është. Dhe Allahu ka më thënë lillahi al-wahid al-qahhar. Pushteti, sundimi është i vetëm i Allahut, i cili është i vetmi ngadnimtar. Andaj toka dhe çka ka mbi te do ta trashëgon kush? Do ta trashëgon pronari real, i vërtet që është Allahu subhanahu wa ta'ala. Që thotë edhe Allahu në Kur'an, inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha. Ne jemi ata të cilët do ta trashëgojmë tokën dhe çka ka mbi te, wa ilayna yurja'un, dhe tek ne do të kthehemi. Andaj kushdo që njeh Allahun me emrin e tij El-Warith, e kupton që kjo botë, kjo dunja kalimtare, dhe se ahireti është i përhershëm, dhe se nuk ban besimtari ta humb të përhershme për diçka që është kalimtare. Nuk ban ta humb atë përhershme për diçka që është kalimtare, sepse Allahu thënë në Kur'an, ja eyyuhan nas inna wa'dallahi haqq. O ju njerëz, me të vërtet premtimi i Allahut është hak, i vërtet. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, mos ju mashtron juve jeta e kësaj bote. Atë që e ke sot, nesër do ta ketë dikush tjetër, e kështu me radhë, derisa nuk do të mbet askush për ta trashëguar, përveç Allahut i cili është El-Warith. Kurdo që ti e njeh Allahun me emrin e tij El-Warith, do ta kuptosh se atë që e ke sot në pronë, posedim, do ta shpenzosh për Allahun që më të mbet një ditë prej ditëve, sepse në realitet ajo është e Allahut, që thotë edhe Allahu, wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dhe ju jepni, shpenzoni për atë që Allahu subhanahu wa ta'ala u ka lënë juve në kujdes, në pronë. Pra atë që te jep në realitet është e Allahut, te jep për Allahun, që më ta dhënë Allahu shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që është Muslim, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu al-abdu mali mali, thot njeriu, robi, pasuria ime është pasuria ime. Mi po thot nga pasuria nuk ke asgjë përveç tre, ose atë që e ha dhe e shpenzon, e harxhon, e nxjerr, ose atë që e vesh dhe konsumon, ose atë që e ke dhënë sadaka për Allah dhe ajo ka më mbet. Pra atë që e ke dhënë për Allah ka më mbet. U pyet një ditë një beduin, i cili kishte me vete disa deve, i than, të kujt janë devet? E dha një përgjigje shumë interesante. Tha, devet janë lillah fi yedi. Se janë të Allahut, po në dorën time. Pra pasurin që e ke, shtëpin që e ke, pronën që e ke, teshat, veshmbathjen, pasurin, veturën, të gjitha janë të Allahut, mi po janë dorën tonë. Janë të Allahut, por janë dorën tonë. Është transmetuar se Harun al-Rashidi dul një ditë prej ditëve prej pallateve që i kishte dhe ishte halife besimtarëve shekullin e 2 Hijri, e takoi Behlulin, i cili ishte një prej asketëve, njerëzve të devotshëm dhe të dijshëm, andaj e shfrytëzoi momentin për me u marrë një këshill prej tij. I tha, idhni ja Behlul, tha më këshillo Behlul. E Behluli tha, ja emir al-mu'minin, ejna abauka wa ajdaduk,
ku janë babalarët dhe gjyshrit tu? Tha, kanë vdek. Tha, ejne kusuruhum, ku janë pallatet e tyre? Tha, ja, ku janë pallatet e tyre dhe bëri me shenjë ka pallatet. E tha, ku janë varret e tyre? Tha, ja, ku janë varret e tyre dhe bëri shenjë unë ka varret e tyre. Më pas ja dha këshillën që i duhej. Tha, ja emiral mu'minin, tilke kusuruhum wa hadihi kuburuhum, fama nafa'athum kusuruhum fi kuburihim. Tha, o emir i besimtarëve, pasi që këto qenë kanë pallatet për të cilët janë lodhë, janë mundu dhe janë angazhu, e këto qenë kanë varret e tyre, si përfundim, tha, çka ju kanë bërë dobi pallatet e tyre në varret e tyre? Harun al-Rashidi çao për arsye se kuptoi mesazhin, mi po thoi që ala më shumë prej këshillave të tij dhe tha, shtoj edhe më shumë këshillat. Tha atëherë, tha, o emir i besimtarëve, Allahu të ka begatu me pallate të gjëra. Begati nga Allahu Azza wa Jall, ta mundohet bësh punë të mira, që nesër, kur të shkosh në varr, të zgjerohet varri jot. Përfundoi me këshillën e Ibn Umayrit radhiyallahu anhuma, i cili tha, khudh min sihhatika li maradik, wa min hayatika li mautik. Shfryzoj shëndetin para se marrë sëmundja, dhe shfryzoj jetën tënde para se me të ardhë vdekja. Ta shfryzoj këtë jetë kësaj bote për punë të mira, që më na mbet, sepse kjo botë nuk ka më mbet askujt përveç Allahut që është el-Warith. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mëson njohjen e tij, sepse sa më shumë e njohim Allahun kena më e dashur, dhe sa më shumë që e dojmë do ta madhrojmë subhanahu wa ta'ala. Dhe lutem Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na mëson me bë mirë dhe më pas xhenetin me na dhuru dhe me trashëgu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.